Në Gjirokastër u zhvillua sot një ceremoni përkujtimore me rastin e 5 majit, ditës së dëshmorëve, në nderim të atyre që dhanë jetën për atë dheun. Aktiviteti u mbajt në varrezat e dëshmorëve, ku prehen 490 dëshmor. Kryetari i Bashkisë Flamur Golemi dhe prefekti i Qarkut Odise Kote, të pranishëm në këtë ceremoni, theksuar rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike dhe vlerësimit të figurave që sakrifikuan për lirinë e vendit. Është dita në fakt ku ne nderojmë të rënët, dëshmorët e dheut, djemt, vajzat, burra dhe gratë, edhe të Bashkisë Gjirokastër, të cilët nuk ursyen asgjë për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Është një ditë në fakt që edhe duhet të respektojmë pasardhësit e tyre, familjarët e tyre. Unë besoj që është një moment reflektimi edhe për ne, për gjithë, edhe sidomos edhe për pushtetin vendor, për të kujdesur më shumë edhe për këto vende, në fakt që përtej vendit të përkujtimores është një vend ku ne duhet të edukojmë fëmijët dhe brezat për atë çfarë përfaqësojnë këta të rënë, lavdi dëshmorëve. Ka 80 vjet që ne vim në çdo 5 maj për të përkujtuar dëshmorët e dheut, të gjithë ata djemë dhe vajza që dhanë jetën e tyre për lirinë e Shqipërisë. Nuk është vjetëruar kjo ditë, madje është bërë më aktuale se kurrë, si një ditë e rëndësishme e kujtesës kombëtare, si një ditë që na thërret në apel për lirinë, si një ditë që na thërret në apel për të mbrojtur të drejtat e njeriut, për të mbrojtur atë dheun, për të mbrojtur demokracinë. Lavdi dëshmorëve të atë dheut i paharuar kujtimit tyre. Të afërm të dëshmorëve mes emocionit kujtuan historitë e njerëzve të tyre, duke shprehur se sakrifica e tyre nuk duhet harruar kurrë. Po këtë maj është dhe 80 vjetori i fitores mbi fashizmin pra 9 maj, dhe ne prandaj jemi krenar sepse i përkasim kampit antifashist. Gjirokastra në historinë e saj shkëlqen si një medalion i rrallë. Për ulemi me nderim para altarit të lirisë, ku prehen djemt dhe vajzat, gjirokastrite dhe të gjithë Shqipërisë. Sepse këtu janë arosur në këto ndina të bukura djemt e vajzat të rrethit Gjirokastrës, të cilët lanë ëndrat e tyre rinore dhe ndodhen madhin për lirinë e Shqipërisë. Usur lavdi dëshmorëve të atë dheut, këtyre bijve dhe bijave të nënave shqiptare që janë në këtë altar të shenjtë, dhe ne duhet të nderojmë të respektojmë ta, jo për një ditë caktuar, por gjatë gjithë vitit dhe gjatë gjithë kohërave. Dita e dëshmorëve u përkujtua me respekt edhe në Gjirokastër, duke sjellë në vëmendje sakrificën e atyre që dhanë jetën për atë dheun, një kujtesë që duhet ruajtur dhe nderuar çdo ditë.